jam të kontrollu me këshyr, me ardh, me pastru edhe me fillu fëmija me kalu në për në tunel e me dole aty. E jo me dole kom me na shkel, kjerët e me na shkel. As ka zebra, qa ne ka qenë një samafor e kanë mshel me kalu në anena. Policia tha ka penguaj, qa ka penguaj? Qysh me kalu në anena mos me po samafor. Lagja Kodra e Trimave, e njohur si Vranjevës, është një nga zonat më të mëdha dhe më të populluara në kryeqytet, por fatkeqësisht njëra ndër më të neglizhuarat nga pushteti lokal. Redaksia jon ka pranuar vazhdimisht ankesa nga banorët për mungesën e sigurisë në qarkullimin rrugor. Në afërsi të xhamisë së Llapit, qytetarët çdo ditë përballen me vështirësi të mëdha për të kaluar rrugën. Në zonën ku njihet si mbi Hekurulla, qytetarët kanë vështirësi të mëdha për të kaluar rrugën sepse nuk ka zebra. Në njërën anë është vendosur një semafor që rregullon qarkullimin e veturave që vinë nga rruga e Zagrepit, ndërsa në anën tjetër të rrugës nuk ka semafor fare. Situata është veçanërisht e vështirë për të moshuarit dhe gratë me karroca, të cilët nuk kanë asnjë hapësirë të përshtatshme apo të sigurt për të kaluar. Rruga është e ngushtë me qarkullim të dendur automjetësh dhe pa ndarje të qartë për këmbësor, gjë që e bën çdo kalim një rrezik real për jetën e tyre. Rruga që lidh fshatrat e Llapit me Prishtinën është një arterie shumë e rëndësishme, por asfalti është në gjendje të mjerueshme, plot gunga dhe dëmtime. Makinave u vështirësohet qarkullimi dhe shpesh humbin ekuilibrin. Asnjë institucion nuk merret me mirëmbajtjen e saj prej më shumë se 15 vitesh, dhe rruga duket më shumë si një rrugë fshati sesa si hyrje kryesore në kryeqytet. Nën Hekurull ndodhet një nënkalim i cili është ndërtuar për të lehtësuar qarkullimin e këmbësorëve, por në praktik është krejtësisht i pashfrytzueshëm. Pamjet nga tereni tregojnë një gjendje të mjerueshme, mungesë ndriçimi, papastërti dhe një erë e rëndë pasi shpesh përdoret për nevoja fiziologjike dhe jo për kalim. Në vend që të shërbejë si zgjidhje për sigurinë e banorëve, ky nënkalim është kthyer në një hapësirë të braktisur dhe të rrezikshme, që shumica e qytetarëve e shmangin plotësisht. Kodra e Trimave është lagja që shpesh vendos se kush do të jetë kryetari i komunës. Edhe pse është lënë anash nga qeverisja aktuale, banorët duan të dinë se cili do që të jetë kryetari i ardhshëm, a mund të zotohet që këto problematika esenciale do të rregullohen. Siç dihet në Vranjevë, siguria për këmbësor është duke u rrezikuar vazhdimisht. A mundesh më na tregu, a keni bën ai ankesë kundrejt komunës? Në shkollën model është një nënkalim, që ky nënkalimi këtu për në Ergorur. Unë që një muaj ditë jam të ngonë në për komunë, në për krejt zyrët, jam të kontrollu me këshyr, me ardh, me pastru edhe me fillu fëmija me kalu në për në tunel e me dole aty. E jo me dole kom me na shkel, kjerët e me na shkel. Jonë që një muj ditë në për komunë. Kom qenë të Bardhyllin, katin e 4. Kom bisedu edhe me Donat Lushakun. Kam premtu a që danosh kena me kry këtë punë, sot që pas një qenë ju e pas një fotografu, pas një incizu aty në tunel. Do me thonë këtu nuk ka as zebra? Jo, s'ka kur gjë. As ka zebra, që ne ka qenë një semafor e kanë mshel me kaluna anena. Vesh një semafor është një... Kanë bo gabim që kanë mshela semafor? Po shumë, policia tha ka penguaj, qa ka penguaj? Qysh me kalu në anena mos me po semafor. T'lutem, edhe është shumë rrezik këtu me kalu. Se kjerët vinë anena, vinë nena, na vesh një ditë kur një aksident ta kena, ose të na shkel neve prindve, ose të fëmijët na shkel. Apo detyroni ju çdo ditë me marr nipin në shkollë? Për çdo ditë, jo une, po jem gati 500-600 vetë që vinë janë zonë që të shkollës.